A i ka kodi procedurës to? Do mjafton të Marcela. Një komunikim si ish gazetar, unë mendoj që edhe media mund të kontribuonte në këtë mision. Emrat e këtyre prokurorëve që humbasin çështje të tilla në Gjykatën Evropiane e Drejtë të Njeriut duhet të bëhen publike. Pra, shqiptarët duhet ta dinë Paguajnë kostot, mo. Cilët janë prokurorët që me këmbgulje e kanë lënë dikën në burg dhe sot po na detyrojnë ne të pafajshmit, taksapaguesët e tjerë, të shlyejmë dëmin e tyre, se Gjykata Evropiane e Drejtë të Njeriut na e kërkon ne atë dëm. Atë po vazhdoj këtë temë. Unë i kam vetëm një apel në dhe e mbyll diskutimin. Tek burgjet edhe tek e mbyll vetëm me një fjali. Apeli im shkon për avokatin e popullit, Endri Shabanin, e përshëndes, në datën 19 mos gaboja ata kanë një lancim të raportit për të drejtat e njeriut në Republikën e Shqipërisë. Unë mendoj që do të ishte fisnike nëse avokati i popullit e adopton si ka. Unë e kam pasur në platformën time kur kandidova për avokat populli. Çështjen e këtyre shifrave skandaloze. Dhe të zbardhë emrat e prokurorëve satrap, të cilët jo sepse po lën njerëzën në burg, po sepse po humbasin në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut. I bëj thirrje zonjës Mirela Bogdani në KLP, Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Duhet ta marrin ata një rol mbi këtë çështje. Okej. Vetëm emrat do të mjaftonin, se s'po them të heqin nga detyra, po emrat ton këta prokuror i kalbën në burg dhe humbën në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut. Gati 140 jetë të humbura në dyer dhe në qelitë e burgjeve, të paraburgosur dhe të dënuar. E marr fjalinë e fundit, a duhet ketë, e nisi edhe Petra i pak, a duhet ketë ndonjë përgjegjësi edhe për gjyqtarët, ndoshta masa ose nuk e di qortime, nuk e di çfarë aplikohet në këtë rast, apo? Me pakta. Gjyqtar dhe prokuror. Bashkë, njëri ka dhënë akuzën. Tani, për një lloj autokritike të vockël, sepse themi gjyqtar dhe prokuror dhe duket sikur avokatët, amalgama e madhe e avokatëve, do të jemi 17.000 në gjithë Shqipërinë, janë të gjithë të mirë. Jo, dhe këtu ka sekser, ka njerëz, por për të bërë çikës qokën e vetvetes të profesionit tonë, po gjë, sepse kjo pjesa jonë avokatisë, për shkak të pozicionit që kemi, jemi detyruar të mendojmë edhe si gjyqtar dhe si prokuror. Ju jeni vetëm argjinatur janë avokatët. Dhe të bësh trefishin e punës së avokatëve. Ore, çojmë ne çështjen përpara, nuk e çojnë ata. Ne. Tani të dalte ajo pjesa që theti. Kanë, dhe jo vetëm që kanë, po problemi është që nuk ekzekutohen. Pse nuk ekzekutohen? Sepse sikundër le themi ministra, drejtorët, kanë kryeministrin apo qeverinë, dhe këta kanë qeverinë e prokurorëve dhe qeverinë e gjyqësorit. Të cilët, për mendimin tim, sot janë më keq se ndonjëherë ka pas ky vend. Dëgjoni sot, njerëzit e prokurorisë edhe të qeverisë së gjyqësorit po mendojnë se si të ndalojnë futjen e prokurorëve dhe të gjyqtarëve të rinë në gjykatën e apelit, me qëllim që t'i lihet vendi i Naramës, Sokol Çomos edhe të gjithë atyre të tjerëve që duhet të mbarojë afati i pozicionit që kanë aktualisht në 2027 apo 2028, me qëllim që vendet e tyre të jenë bosh. Ky është skandal. Sot gjykata e apelit, prokuroria pranë gjykatës së apelit, ka numër të kufizuar gjyqtarësh dhe prokurorësh, dhe këto dy institucione, qeveria e prokurorisë dhe qeveria e gjyqësorit, i le bosh, sepse pret që të vinë asganët e tyre kur të përfundoj afati në 2027 dhe 2028. Konfirmohemi këtë që po u them unë sot. Kjo është ta mbaroj. Dhe është zyrtarisht kjo që po flas tani. Kjo është kërkesë e Ina Ramës dhe Sokol Çomos, kërkesë zyrtare e tyre, shikoni na mbani vendet bosh se do vim neve aty. Mire keni i parashikon ligjet apo s'ke çaj bën. Një më mirë, po ti nuk mund të lëvizin nga një mbaron një mandat. Nuk më intereson, të lutem, të lutem ta mbyll. Pra, po the pak tek burgjet brenda, tek situata se besoj ke klientët që i kanë parë qelitë dhe si është realiteti aty. Nuk ka burg Shqipërisë nuk e kam shkelur për shkak të pozicionit që kam. Po. Dhe ditë them që Krishnik Gungatit, lutem. Dhe ditë them që po ti marrësh kështu është mjerim Fushkruja dhe Shënkolli, mjerim. Është mjerim. Se kanë idem, nuk e kanë idem. O Marcela, duhet të shikoni imagjinoni pak spacin. Imagjinoni pak, vetëm se nuk bëjmë punë detyruar. Pra hiqni këtë konceptin e punës detyruar. Po flet vetëm për infrastrukturë, për komoditet. Çdo gjë brenda më. Apo? Çdo gjë, për shemb, vjet nuk e harroj se më ka ngel mendje. Kisha një klient në Fushkruj, shkoj takoj herën e parë, kur shkoj pas 2 muajsh, erdhi i gjithë kështu i mbaruar, më them, çka ke? I them, tha, ma ndryshuan qelin.
Tha isha në katë parë, tha të qelia, këtu filan, tha më ka quen katë, dy tha